Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdat dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, sot do të jemi inshallah në takim me një rast të ri nga rrëfimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ku ka udhëzime dhe mësime të rëndësishme për neve, veçanërisht në pjesën e asaj që jemi duke jetuar që sa kohë me radhë, si me i dal në jetën e kësaj bote dhe me dal fitimtar në botën tjetër. Kemi thënë se njeriu në këtë dunja kalon nëpër sprova të ndryshme, ballafaqohet me krize të lloj-llojshme, andaj i duhet gjithsesi një varg udhëzimesh se si me i dal. Krejt njerëzit tentojnë me i dal, edhe mundohen me i dal. Mirë po, a i dalin të gjitha apo jo, kjo është pastaj çështje tjetër. Andaj duhet me qenë gjithmonë të udhëzuar me mësimet e shpalljes, ku na ka udhëzuar Allahu xhallahu ala dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, si me i dal gjithmonë në jetën e kësaj bote. Dhe sa t'ja dalim këtu ashtu sikur se na ka mësuar Allahu xhallahu ala, ne realisht garantojmë edhe t'ja dalim në ahiret. Nga se dunjaja është korridori i ahiretit. Dunjaja është realisht treguesi i pozitës tonë në ahiret. Ai që në këtë dunja ka ecë udhës së duhur, me lejen e Allahu xhallahu ala edhe në atë botë do të jetë në udhën e duhur. Dhe kundërta, ai që në këtë dunja nuk ka ecë hapave të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk ka mundësi nesër të jetë realisht i rreshtuar pas Muhamedit alaihi salatu wasalam. Prandaj ne kemi nevojë për të udhëzime shumë, se nuk janë thjesht histori, po janë përzgjedhje nga ajo që ka ndodhur të kaluarën, për shkak se në vetë këto rrëfime kanë mësime të shumta, në vetë këto rrëfime kanë udhëzime të rëndësishme për neve. Rrëfimi që do të flasim për të sot është pak më i veçantë se ato të mëhershmet. Të mëhershmet kanë pas të bëjnë me njerëz saktuar, nuk kemi njoft, mirë po kanë qenë devotshëm, kanë qenë sjellshëm, janë penduar, janë përmirësuar e kështu me radhë. Sot ky rrëfim të ndërruar vëllezër që Muhamedi alayhis salam na shpalos, na tregon, ka të bëjë me një pejgamber të Allahut, madje me dy pejgamber të Allahut xhallahu ala, të cilët realisht janë takuar në një kohë. Dhe kjo nuk është e pazakonshme, ka ndodhur që dy pejgamber më u takuan në njëjtën kohë, sikurse ka qenë Musa me Harun alayhis salam, në njëjtën kohë, Zakaria dhe Yahya, babë dhe djalë, pejgamber të Allahut te barekuhu teala. Dhe në këtë rrëfim kemi edhe takim dhe një diskutim të rëndësishëm dhe pastaj udhëzime mes Yahya alayhis salam edhe Isës alayhi salatu wassalam. Këta dy kanë qenë pejgamber të Allahut të mënduar. Normalisht Isa alayhis salam nga pejgambert e përzgjedhur të Allahu xhalla xhelaluhu, po edhe Yahya alayhis salam nga pejgambert e njohur të përmendur në Kur'an. Në këtë hadith që e transmeton Harith al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, thotë se ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, inna Allaha amara Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimat. Allahu xhallahu ala Yahya të birën e Zakariaut e ka obligu me 5 fjalë. Allah e ka obligu Yahya alayhis salam me 5 fjalë, që ai këto fjalë me i marë, me punu me to dhe me i urdhnu dhe me i mësu popullin e tij që ka qenë Beni Israelit, që ata të punojnë me këto fjalë. Nga se Yahya alayhis salam ka qenë dërguar tek kush? Tek Beni Israelit. Sikurse edhe Isa alayhi salatu wassalam. Mirë po, Yahya alayhis salam për arsye të caktuara pak e ka vonu këtë. Ka prit momentin e duhur, ka prit rastin e volitshëm, nga se ka ndodhur që jorëll herë Beni Israelit me qenë pak të papërshtatshëm në raport me udhëzimet e Allahut te barekuhu teala. Si kanë pranuar bashkë ç'është duhet, i kanë refuzuar. E Yahya alayhis salam ka dashur me gjetë një kohë të përshtatshme, një mënyrë të volitshme që me ja kumtu këto fjalë të Allahut te barekuhu teala. Mirë po kur pak ka vënu ma shumë se që të nështë duhet, atëherë Isa alayhis salam ka ardhur dhe i ka thonë, Allahut ka urdhëruar me 5 fjalë që ti me punu me to dhe me jamësu Beni Israelve.
Nëse ti nuk e bën këtë, unë kam e bë. Unë kam i mbledh Beni Israilit dhe kam u kumtu që ato 5 fjalë. Atëherë kur e ka pa Jahja alayhis salam se kjo çështje veç s'ka moshtymje, ka thonë me mgëlltit toka është ma e dashur për mua se ti më thon këtë fjalë para meje. Pse? Për shkak se mund ka thonë Zoti, e unë me lon urën e Zotit e dikush vën me kry, kjo për mua është e papranueshme. Do të thotë kanë madhnu urën Allahu te barekutaala, që kanë marrë urën Allahut me seriozitet. E pastaj Jahja alayhis salam të ndërvozër i ka mbledh, domethënë Beni Israilit në xhami, që ty ka qenë takimi që ty në taku, edhe u ka thënë se Allahu xhallahu ala ju ka obligu, Allahu xhallahu ala më ka obligu mua me 5 fjalë, me punu unë me to dhe pastaj me u mësu juve që edhe ju me punu me këto 5 fjalë. Edhe pastaj ka filluar me mësu këto 5 fjalë Jahja alayhis salam, domethënë popullit e tij. Çka janë këto 5 fjalë, do t'i mësoj pak më vonë. Mirë, po dua që të ndal në këtë pjesën e parë pak me disa dobi që mos më zgjat shumë në rrëfim e pastaj më na ik dobite e pjesës së parë. Të ndërrua zër në këtë pjesë, domthon që e morëm deri më tani, ne marrim disa mësime me rëndësi. Dhe këto mësime i shërbejnë pikërisht edhe përgjigjes në pyetjen si t'ja dalim. Fillimisht këtu kemi një dëshmi, një provë të pamohueshme që realisht ka qenë në vazhdimsi prezente në mes të njerëzve, ajo është se Allahu gjithmonë i ka mësuar njerëzit. Që ka i ka thonë Jahjes alayhis salam, Allahu po t'i mëson do fjalë që ti më punu me to edhe më mësu njerëzve. Andaj ai që i njeh mësimet e pejgamberëve, realisht mësimet e kujt i ka njeh? Mësimet e Allahut, se Allah i ka mësuar pejgamberët. Prandaj duhet me marr çdo udhëzim të pejgamberëve, në veçanti mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se ai ka fol me shpallën nga Allahu xhallahu ala. Atë e ka mësuar Allahu, e ato që Allah e ka mësuar, ai na ka mësuar neve. Prandaj ai që i ndjek mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, realisht i ka ndjek mësimet e Allahut. Kështu edhe Allahu thot në Kur'an: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." I dërguari që është në mes në juaj nuk flet nga hamendja, nuk flet nga domethënë mendja e tij, nuk flet nga dija e tij, por ai flet nga shpallja që i shpallet. Allahu i ka shpallje përmes Xhibrilit. Dhe na besojmë këtë pa ndyshje, pa asnjë rezervë, nga se ndryshe s'u bosh musliman. Pas duke besuar në këtë zinxhir të mësimit. Allahu te baraka ve taala ka dërguar Xhibrilin te Muhamedi alayhi salatu wasallam. E Xhibrili meleku i shpalljes ja ka kumtu pejgamberit alsam udhëzimet e Allahut xhalla xhelalu. Kjo është ajo që duhet besuar te. Prandaj na i dalim kur sa herë i marrim mësimet e Allahut xhallahu ala përmes pejgamberit alayhi salatu wasallam. Çfarë është e para? Pse Allahu xhallahu ala i ka mësuar njerëzit? Për çfarë arsye? Që ata më dal, që ata mos më met në kriza, mos më met në hutinë e dunjas, mos më met të dobët, mos më met të mposhtur nga sulmet e vazhdueshme dhe cytet e shejtanit. Nga se na pa Allahun xhallahu ala çka mundem me bëu përpara? S'munëm, na as nuk dim, as i kuptojmë sanat, Allahu na mëson. Andaj sa i marrim mësimet e Allahut parasysh, i marrim seriozisht, punojmë me to, me lejen e Allahut xhallahu ala na ja dalim. Dhe këtu kemi gjithashtu edhe të ndërruazër seriozitetin e këtyre mësimeve. Shikoj për shembull, Allahu xhallahu ala ja ka dhënë Jahjes alayhis salam këto mësime. Mirë, Jahja pak alayhis salam i ka shty pak këto mësime. Ai nuk i ka shty larg asaj nga Afrika. As i ka shty për me lënë anash urën Allah xhallahu ala. Por ka kërku moment në volitshëm kur mundet me u thonë njerëzve. Mirë, pa Allah xhallahu ala e ka dërguar pasaj edhe Isa sam me këto fjalë, që kupton se fjalët e Allahut nuk ndryshojnë. Nuk ndryshojnë. Janë fjalë të vërteta gjithmonë. Me ato që ka ardhur Jahja alayhis salam, me që ka ardhur Isa alayhis salam. Ato që ka thirr Isa alayhis salam ka thirr edhe kush? Musa alayhis salam. Në atë që ka thirr Musa alayhis salam ka thirr edhe kush? Ibrahim alayhis salam. E në atë që ka thirr këtë pejgamber ka thirr kush? Muhamedi alayhis salatu wasalam. Nga se është një burim, është një dritë
që ka në tokë, e këta pejgamberi kanë shpërndar në mesin e njerëzve. Andaj këto mësime janë shumë serioze, për shkak se vinë nga Allahu, sikur që përmenda, por edhe çdo pejgamber ka ardhur me i rrënjos të mësimin e zemrët e besimtarëve. Boshti i krejt këtyre mësimeve është besimin në Allahun, adhurimi Allahu xhallahu ala, edhe mos me i bë Allahut shok në adhurim. Krejt pejgamber kanë ardhur me qëttim. Nga sortimi rëndësitë ndërvozur, ku ne adhuron ti? Kush është Zoti yt? Sot njerëz thonë për shembull Zoti jam është Allahu. Mi për nëse është një të përditshme, nuk ka shenja që Zoti i tij është Allahu. Nuk ka tregues direkt, praktik që tregojnë se për një me që ky njeri ka Zot Allahu te bareku teala. Prandaj për me pas Zot Allahu xhallahu ala, duhet me deklaru, po, duhet me besu drejt, po dhe duhet me ju përmbajt kërkesave të këtij besimit. Njerëz normal i gabojnë, ka lëshime, për këtë arsye pendohemi tek Allahu xhallahu ala, mirë po, përpjekja është e kërkuar. Me dhënë mundin është e kërkuar, por jo me i shpërfil mësimet e Allahu xhallahu ala. Për shembull, njeri e nin që e ka barç me fal namazin, edhe jeton me këtë dije, me vite, nuk e qenë praktika. Shiko domosdoshmë sa ka qasje jo serioze karshi kësaj çështje. Nisë kjo fjalë është haram, nuk bën. Allahu nuk e don, Allahu dënon. Po çka kanë më bëu dhe vazhdon jeton çashtu me çat tmet, me çat shumë nuk bën kështu. Yahya alayhisalam e ka marrë seriozisht. Isa alayhisalam e ka marrë seriozisht. Mandaj Isa alayhisalam ka thënë tek Yahya alayhisalam i ka thonë, nëse ti nuk qosh me thonë njerëz, unë kam ju thonë. Nga se duhet më mësu njerëzve ato që është e duhura. Duhet njerëz më ka thonë kjo është e keqe. Për shkak se Allahu e ka shpall të keqe. Ato që Allah e ka shpall të mirë, gjithë është e mirë. Të ndërrullot vëllezër, ato që Allah e ka shpall të keqe, vallahi kur e mirë së në botë. S'ka se aja ka shpall të keqe. E Allahu nuk shpall të keqe diçka që nesër mund me kone mirë. Ase na bujmë kështu. Na themi që kjo s'ban, ky njeri nuk ban, nesër themi valla pas na gabu, ko ka buri mirë, na gabujmë. Ama Allahu xhallahu ala nuk gaban. Allahu te barekotar nuk mëson. Ai është i gjithdijshëm, ai na mëson neve. E ai nuk mëson. Allahu nuk kanë më mësu. Apo nuk kanë më mësu. Sikur që për shembull Allahu nuk kanë më hongër buk. Nuk kanë më pushu. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. As nuk e kap kotja, as nuk e kap gjumi. Allahu s'flan. Allahu s'ka fëmijë. Na kem nevojë për fëmijë, na kem nevojë për gru, gruaja ka nevojë për burr, na kem nevojë për me pushu, kem nevojë për me hongër. Na. Po Allahu xhallahu ala jo. Na kena me mësu. Na dalim këtë dunja kur gjë s'dim. As me fol s'dim. As fjalën non e bab s'dim me thon. Tani na mëson Allahu te barekallahu. Na jap mundësi me fol, na jap mundësi me pa, na jap mundësi me dëgju. Dal ngadal zhvillohemi, edhe ngritemi, edhe arsimohemi e kështu me radhë. Por Allah xhallahu nuk ka kështu. Dhe kur Allah thotë diçka është e keqe, veç vendosja pikën, aty u kry kjo punë. Deri në kiamet çashtu është. Veç tash shikoje ti pozicionin tënd karshi kësaj të keqe. A ke marrë seriozisht? A e largu? Nga sa ato që Allah e ka shpall të keqe, thash mbet e keqe, dhe jo vetëm e keqe, por mbet e dëmshme për njeriu, për familjen, për shoqërinë. Allahu xhallahu nuk ndalon kurrë, veç thjesht sa për të ndaluar. Jo, por ndalon për shkak se është e keqe. Edhe Isa alayhis salam, edhe vetë pejgamberi jon Muhamedi alayhis salam, sikurse Allah e pranon në Kur'an, në raste të caktuara u ka thënë ose ju kanë thënë popujve tyne se detyra jam është çka? Yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Tu alejon ato që janë të mira, halal me u bë punë të mira, edhe me u ndalu punëte në dyta të këqija të dëmshme. Çka është detyra e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Prandaj të ndërmozë, shikoni se ka marrë seriozisht, domthon Yahya alayhis salam edhe Isa alayhis salam këto porosi. Madje ajo që e shton edhe më tepër seriozitetin e këtyre mësimeve është se kur ka shku Isa alayhis salam i thon Yahyas alayhis salam, apo del me ju thona dole une. Ka thonë me mgëllti toka, me më përbi toka është, me e letë për mu, se unë e me metë, pa i kumtu, pa i praktiku fjallë të Allah të bareku t'ala.
Po ma letë është me dek, ma letë është qka të qoftë, se sa me i shkel unët Allahot, se sa me e vënu urnë Allah të bare këtala. Qëta e pejgamber të Allahot, qëta e kam mësu qysh duhet me marë seriosisht udhëzimin Allah të bare këtala. Sa njerë të ndërru dhe zërfat këtësisht, shumë që shumë të këqia që janë të dëmshme, e dim se është shkatruse, prap ka tolerim, prap ka një qasje shumë jo serioze karshi temave të tilla, karshi veprave të tilla. Në çfarë do fushë qoftë? Në çfarë do fushë qoftë? Nga njëra edhe është e tupshme në këtë xhami, para juve me i përmend dosane. Nga se nime janë çështje që nuk ish dasht me kon teme jona, nuk ish dasht me kon mohabet joni. Mi po kur e shef për kushtimin e njerëzve, fatkeqësisht karshi temave të tilla, ti detyrohesh me folet për to. Skiqare, ti detyrohesh atë punë me bo çështje, që s'paku me i vedisu njerëzit, se nuk është çështje e thjeshtë kjo. Ka njerë më thonë, po çka ko gale, për shembull kushtimisht, tash ka dalë prap në ekranet televizive ajo shtëpia e famshme, famkeqe, apo ku mbledhen njerëzit, që s'prezentojnë vlera ata s'mësojnë kur gjë. Ata veç të mësojnë pa turpin, ata të mësojnë qysh, dhe më thonë, duhesh më zhvesh nga grimca e fundit e turpit. Qysh nuk duhet me pas frikë Allahun te barekotala. Qysh nuk duhet me pas familje që ata të mësojnë ata. Dhe ata janë bërthame e shkatrimit familjar. Nëse qaja farë mbjellet në shtëpia tona, harrohet familja jonë. Ishe shumë njerëz, po emision e hoq për këqyrëm. Nuk është la emision Allah pëtën, nuk është emision aj. Nuk është aj veç emision, aja është poshtërsi, aja është ligësi. Nuk duhet me leju muslimani, jo me këqyrë, po në shpit vetë më lëquaj e punë. Nëse beson Allah në pejgamberin a.s. Kjo qështje nuk është qështje, dhe me thonë e thjeshtë. Aja rëzillëk, aja poshtërsi, publikisht me u shpallë. Edhe me nejt njeri që në zemër e ka besimin Allah në gjellëvala, e me këqyrë lirëshëm, kjo punë zbohet. Kjo punë zbohet. Ja kjo shkymët, ja jo shkymët. Njënë du të me shkymë. Ja shkymë besimin këto, e këqyre dhes ato, ja shkymë ato e dhes e këta. Dyja të shkojnë. Nuk po flasë kuptim që del për feje. Po flasë shkymët drite e besimit, shkëlqimi i besimit, ndikimi i besimit. Shkoni që ka tha pejgamberi a.s. Që ka tha pejgamberi? La jezni zani, hine jezni vë hua mu'min, wa la jesriku sariku, hine jesriku vë hua mu'min. Muhammedi asëm ka thonë, kjo ditë është i qartë. Ka thonë pejgamberi a.s. Nuk bëva kia njëri me bo zina. Dini që ka zinaja? Mardonet intimi jashtë martësore, pislëk. Nuk ndodhë këtë punë me e bo njëri e në atë mëmet me konë musliman. Shmonët me konë. Edhe pësaj që e bën këtë gjuna nuk del për feje. Mirë po, fletë pejgamberësëm në kuptimin e funksionimit të imanit. Me pas të ndezëm njëri, shkëndin e imanin në zemë, dhe këtë punë me e bo zbat, njëne e shkym tjetërën. E kam pyet, ose ka thonë pejgamberësëm, nuk ndodhë njëri me vjedh, e duke vjedh me konë edhe e mu'min, besimtar. S'dodhë kjo punë. E kam pyet Ibn Abbasin radiallahu ta'ala anhu. Ibn Abbasin nga shumë të pejgamberës, nga njësit e famshëm, e të njohur të Kur'anit, e të hadithit pejgamberës, ka thonë, qysh është kjo nuk ka musliman? Ka thonë, e këni pas si kurse, petkun kër e vesh. Apo? Petku është imani. E kër e bën këtë punë, petkun e që nalt. Desat e bën atë punë, petkun rënalt. S'mun me pas të veshën petkun e imanit, e ato punë me i bo. E kër të kynë atë punë të kje që imani këthejet, i dapt, i latht, i shkërmëqt, për shkak se e ka dëmtu me punë të këqia. Por në momente kër njeri bën më ka të tila, realisht, imani të vëzër, e hum funksionimin, e hum shkëlqimin, e hum dritën, ma di hum kuptimin e vetë. Me të mi marë punë seriozisht, në mi marë punë seriozisht, vallaj ato pamje njeri, më mund, vetë me këqyra një marë për Allahot është të le mu me familje e këqyrë, të merë. Nëse paramendon një qysh e këqyrë, do mund njëri me fëmijët vetë atë mision, qysh e këqyrë. Jo veç ato, shumë tjera po, kjo është tash, kogja aktual. Është të mërshme kur bin pamje nga rrugët e qytetive tona, në kohën kur transmetohet ai emision.
të boshatisura shumë nga rrugët për shkak se ka shku me e këshyr. Kanë me e këshyr, Allah. Kanë me e këshyr. Çka kime mësu atje? Kime mësu që shme ndot gjuhën tënde, zemrën tonë, menjën tonë. Apo? Kime mësu palavrat njerëzve që 2 ditë shkollë si kanë qysh duhet. Apo? Qëta kime mësu? A qëta kime mësua? Vallaj më pa mbledh profesorat me një shpi që shtut. E me diskutu për punë ndihshme. E tona mingu, ja kish vlej vallaj apëtën. Po njerëz të meqëm si mbledhin. Se si këshyrin allë ka ta njerëz të meqëm. Njerëz kanë qenë me këshyr palavra, kanë qenë me këshyr që si sene kota, bosha, po. E që ata ka shikushmëria pëtën. Po na duhet me primësu këtë qasët me vëdisu. Na të më mëna punë që na bojnë dobi. Duhet më mbledh ku ka dije, ku ka shkencë. Duhet më mbledh ku ka vlera, ku ka virtyte. Që atë duhet më mbledh. Duhet me kalu kohën atje ku na përmirësohet besimi, na ndriçohet mendja, na shtohet dija, na shtohet bashkëpunimi për këtë vend që i ka 100 siklete të meta. Si kemë rëna për të misione, heq. Si kemë rëna për këtë punë, heq, absolutisht. Prandaj të ndonjë minimumi çka mund të bëj, bojkotoj e brapur. Minimumi, thuaj shpejtem jo. Ndan tam jo, me mu jo. Sa të ki mundësi, mërëna mundësive tua dhe kompetencave që i kia, pëtën. Me marë seriozisht. Edhe me thonë si Jahja Elsam, me mëshu toka për mosh, më ka laj se me lëshu synë këtë misiona, pëtën. Thuj që shtu. Sikur që tha Jahja Elsam. Mësimet e Allahut me lonë pas zbatu. Mu vonu ato, e unë e gjallja, zbavakia, ma mirë toka me mëngëlltit, ma mirë. Për shkak se kjo është madhnimi Allahut. Që kjo besimin Allah xhallahu ala, a kemi thonë në gjumon e kaluar? E tjetër, çka është imani? Imani është lidhje me Allahun. Imani është madhnimi Allah xhallahu ala, e Allah në madhnon. E çysh ka mundësi me madhnu Allahun me shikuar pamjet në dyta, e din që Allahu po të sheh, e ti po sheh atje ku Allahu nuk don ti me këshyr. E çysh ka? E çysh tani e imani, ku është imani? Ku është imani? Ha? Për fund një shembull të ndërvozë, për fund. Nëse për shembull bën vakia, Allah na ruaj. Na ka ndodhur po. Një njeri tashti për shembull në xhami të kon çto. Me pas për shembull ndonjë problem shëndetësor. Edhe na melon që ti për gazep, ai tu munu, na san edhe ai vdes. Mirë, vinë me marr. Thëmë, që se këni ti ndimën e shpejt, ku janë ku njerëzit, që se këni ti mjekun, që shu këtu të ku njeri shkaj, apo, a themi që shtu, qka thojnë ata, mirë, a i patë problem, e ju ku ketë, a që ke pyte nërmale me pyte, e ju ku ketë, a është pyte nërmale, është pyte nërmale, e mirë, kur ti shikon këtë sene, a është pyte nërmale më në qysh, këtë e pëkëshyr, e imani kumet, e besimi kumet, e ndërshmëria kumet, e morali kumet, ku shkaj? Qysh, edhe imani e zban, mesur imani u shku dikun, ose njeri, mesur ka pas nështë problem, kur nëjnë edhe për gjamis, sukon kërkush, se s'paramenohet njeri në gjami, në tonë kompleto dhe kush, se janë gjithë dore njerit, a është e mundshme ke pun? A së është e mundshme, ozi, nuk është e mundshme. A përshë që është lidhën sërët me zveti? Edhe këtu, besimi lidhët, me ato që ka menon ti, besimi lidhet me ato që ka shikon ti, me ato që ka fol ti, me ato që ka vepron ti, nga shkën të leta me zveti. Ande du të punë i marë seriozisht të vëzër, edhe me i shikun nga perspektiva dhe nga prizme e besimit, për shkak se besimi është çështja më madhore që e kemi njëtën tonë, ande du të marë seriozisht. Kjo është pjesa e parë e kësaj çështje dhe këtij rrëfimi, e do të vazhdojmë me të inshallah të ardhmen, duke shpalos çdo udhëzim që Jahja ja dha popullit vet alayhis salam, edhe qysh neve na hynë punë udhëzimi që Jahja e dha popullit vet. Allahu na ruaj nga punët e liga. Allahu na ruaj nga njerëz të lig. Allahu na përmirësoj gjendjen tonë. Allahu na ktheft ka feja, ka besimi, ka dija, ka shkenca. Allahu na ktheft ka puna e marr e na largoft Allahu nga punët e këqija, nga punët e liga. Allahu shpërblet për mëndje me kaq për do fund. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.